Kjo është shtëpia e bardhë dhe ka shumë më tepër këtu se sa mund të shohin 10.000 njerëzit që e vizitojnë atë çdo javë. Kjo është një ndërtesë që është ndërtuar për kriza. Në lëndinat e saj të mëdha dhe fasadën ikonike ndodhet një shtëpi e bardhë, brenda shtëpisë së bardhë. Një botë e fshehur e ndërtuar për të mbajtur qeverinë në funksion kur gjithçka tjetër dështon. Edhe në emergjencë të vërtet, ajo botë e fshehur mund të jetë vetmja gjë që qëndron mes rendit dhe kaosit. Në fund të vitit 2001, Amerika ishte në sulm dhe zëvendës presidenti Dick Cheney u dërgua me nxitim në një bunker nëntoksor, për të cilin shumica amerikanëve as nuk e dinin se ekzistonte. Quhet Qendra e Operacioneve të Emergjencës Presidenciale ose PEOK. A ishte me fat që ajo ndodhej aty, sepse për pjesën më të madhe të historisë së saj, shtëpia e bardhë nuk ishte një plan të tillë dhe kjo gati sa kushtoi gjithçka. Është vërtet një mrekulli që shtëpia e bardhë është ende në këmbë. Arkitekti James Hoban kishte imagjinuar një rezidencë ekzekutive modeste dhe transparente, shtëpinë e bardhë që ju shihni. Ai nuk kishte ndërtuar asnjë kalim të fshehtë apo stre brenda ndërtesës, gjë që u kthye kundër në vitin 1814, kur britanikët i vun flakën dhe lanë dëme që do të zgjasnin për mbi 100 vjet. Pas sulmit të papritur në Pearl Harbor, shërbimi sekret më në fund arriti në përfundimin shqetësues se shtëpia e bardhë nuk ishte ideale për mbijetesë. Ndërtimi i saj me gura në orë të butë nuk i bënte ballë bombave moderne. Për të përkeqësuar gjërat, nuk ishte asnjë plan për të çuar presidentin në siguri nëse shtëpia e bardhë sulmohej ndonjëherë. Nuk ishte streha as rruga ratisjeje. Nevojiteshin përmirësime të mëdha. Kështu, para fundit të vitit 1941, filloi ndërtimi jo një, por 2 projekteve nëntoksore. I pari ishte bunkeri ku Dick Cheney u dërgua 60 vjet më vonë. Kjo është krau lindor dhe PEOK ndodhet afër, thellë nën tokë. Bunkeri fillimisht ishte një vend i vogël, vetëm 40 këmbë, thellë nën tokë. Megjithatë, kishte akomodimet e nevojshme, një dhomë mjekësore, ushqim dhe ujë që mund të zgjasnin për ditë, dhe një sistem energjie të pavarur me gjenerator dizel, të gjitha të mbrojtura nga mure betoni 7 këmbë të trash. FDR nuk e duronte dot atë vend. Ai ankoi famozisht për erën e dizelit dhe lagështin. Për fat të mirë, nuk do të mbetej kështu për shumë kohë. Ai do të evulonte shpejt në përgjigje të një kërcënimi tjetër. Jo ati nga Japonia, përkundrazi, ati nga viti 1814. Dëmtimet nga zjarri dhe 150 vjet banim filluan të gërryenin seriozisht integritetin strukturor të shtëpisë së bardhë dhe kërkonin rinovime të gjëra gjatë mandatit të dytë të Harry Truman. Bunkeri ishte vetëm një nga gjërat që u rinovuan. Ai u zgjerua për të bërë PEOK modern, por këtu gjërat bëjnë interesante. Në vitin 2018, një grop u hap në lëndinën veriore. Ishte një pamje asaj se sa shumë është zgjeruar ky bunker, dikur i thjesht me kalimin e viteve. Shikoni me kujdes. Gropa po shikon poshtë mbi betonin rezistent ndaj rrezatimit, mbi 100 këmbë i thellë. Zbulimi përputhe me idenë që PEOK evoloi gjatë luftës së ftohtë për t'i dhënë presidentit një shans për të mbijetuar nga një sulm bërthamor. Ne nuk e dim sa i madh është bunkeri nën atë beton tani, por këto foto të marra nga aty kur Dick Cheney ishte atje, zbuluar një dhomë mjaft të madhe për një staf të plot për të operuar. 16 persona mund të uleshin në tavolinë, megjithse duke e ngushtë. Ish zonja e parë, Laura Bush, gjithashtu zbuloi pak për të në kujtimet e saj të vitit 2010. Sipas saj, kishte dyer të mëdha çeliku që mbylleshin me një zhurmë të fortë për të formuar një vulë hermetike dhe shumë televizor dhe pajisje komunikimi. Dukej më shumë si një bunker i luftës së ftohtë se sa një suite presidenciale. Dyshemeja me pllaka të vjetra, tuba të ekspozuar dhe një krevat që duke sikur nuk ishte prekur që nga viti 1940. Laura tha se dukej sikur kishte qenë aty nga koha e FDR-s. Të dy, presidenti dhe zonja e parë, thanë jo dhe u kthyen në rezidencë. Ata dukeshin të gatshëm të merrnin rrezikun. Megjithatë, kjo nuk është e gjitha historia. PEOK nuk ishte i vetmi plan narratisje i epokës së luftës së ftohtë. Vetëm disa qindra këmbë larg, një tjetër sekret po merrte formë. Ai të çon këtu, në ndërtesën e thesarit të SBA-s, dhe është më shumë se një qendër e financave globale. Është një fortesë shumë e fortë se sa shtëpia e bardhë filloi të jetë.
Ndërtimi i saj filloi në vitin 1836 dhe krenohet me themele të mëdha graniti dhe kasaforta shumë të sigurta. Është aq e sigurt sa u propozua si një stre emergjence qysh në vitin 1861. Nëse gjërat do të përkeqësoheshin gjatë luftës civile, generali Winfield Scott kishte planifikuar ta përdorte si një fortesë të fundit me presidentin Lincoln të sigurt brenda. Por, kur Amerika hyri në luftën e dytë botërore, një nga kasafortat e saj u bë veçanërisht e veçantë. Ndërsa shërbimi sekret po ndërtonte bunkerin në shtëpisë së bardhë, ai po punonte gjithashtu për të kthyer një kasafort të braktisur në një suite apartamenti me 10 dhoma për presidentin dhe shoqëruesit e tij. E ndërtuar vetëm në rast nevoje, ndërsa bunkeri po ndërtohej. Në fund të fundit, ndërtesa e thesarit është shumë afër krahut lindor të shtëpisë së bardhë, pranë bunkerit. Shikojeni në hartë. Tuneli supozohet të jetë 761 këmbë i gjatë dhe mund të shihni një pjesë të tij. Shikoni me kujdes pranë aksit të thesarit në rrugën e 8. Kjo rrugicë mes dy ndërtesave ishte një përpjekje anësore e tunelit të thesarit dhe fotot nuk i bëjnë drejtësi sa e sigurt është vërtet. Ka një portë rezistente ndaj përplasjeve dhe një kiosk të shërbimit sekret rezistente ndaj plumbave e ndërtuar drejt për drejt në mur. Pra, mos mendoni të provoni të ecni atje pa autorizim. Ndërkohë, në anën tjetër të shtëpisë së bardhë, një lloj tjetër kalimi fshet po ngdhentej, një jo për bomba, por për manovra politike. Mund të keni vënë re deri tani që bunkeri dhe tuneli janë pranë krahut lindor, por siç e kemi parë tashmë, shtëpia e bardhë është e madhe dhe presidentët kalojnë shumë nga koha e tyre këtu, në krahun perëndimor, në anën tjetër të ndërtesës. Është aty ku u kryet dita e punës në fund të fundit. Çfarë ndodh nëse ka një emergjencë të papritur atje? Shërbimi sekret thuhet se ka menduar për këtë gjatë kohës së presidentit Reagan, konkretisht se si ta mbronte atë nga një sulm i mundshëm terrorist. Pra, ka një tunel pranë zyrës ovale. Supozohet se hapet përmes një paneli të fshehtë në një mur pranë tualetit ngjitur me zyrën ovale. Ai zbulon një shkallë që të çon poshtë në një korridor të ndriçuar mirë. Ka dy dalje, një shkon në një dollap magazinimi në rezidencë, tjetra të çon në një zyrë në bodrumin e krahut perëndimor që dikur ishte berberane e shtëpisë së bardhë. Ndryshe nga peok i epokës së luftës së ftohtë, kjo nuk ishte për të mbijetuar një sulmi bërthamor. Ishte dera e pasme personale e Reaganit. Ai supozohet se përdori për të sjellë ish presidentin Nixon në një takim për politikën e jashtme pa njoftuar shtypin. Por krahu perëndimor fshet diçka tjetër, diçka shumë më sekrete. Në vitin 2007, kjo ndërtesë e bardhë u ngrit papritur pranë krahut perëndimor. 3 vjet më vonë, këto gardhe misterioze u ndërtuan. Ky ishte një projekt aq i gjerë sa raportet e lajmeve bashkëkohore quajtën ngërmimi i madh i shtëpisë së bardhë. Administrata Obama e minimizoi si një zëvendësim i nevojshëm i sistemeve të infrastrukturës dhe deri në vitin 2012, si gardhet ashtu edhe ndërtesa e bardhë u zhdukën. Askush nuk e di se për çfarë shërbeu ky projekt, por spekulimet ishin se ndërtesa e vogël ishte një qendër e përkohshme të dhënash, operacionet e së cilës janë zhvendosur tashmë në tokë. Ajo që dim është se ka një staf të dedikuar vetëm për të mirëmbajtur këtë infrastrukturë sekrete. Është mbi 100 vet i fortë. E gjithë infrastruktura duhet të mbahet me ripari. Rrymat e saj elektrike duhet të funksionojnë edhe gjatë EMP-ve dhe të pastrohet nga rrëmuja për të lehtësuar lëvizjen e shpejtë. Jo të gjitha dhomat sekrete të ndërtuara në shtëpinë e bardhë që nga viti 1814 janë kaq serioze. Nuk ka shumë kuptim të jesh president nëse nuk mund të argëtohesh pak në pasurinë tënde të madhe të financuar nga taksa paguesit. Presidenti Trump ka një buton të caktuar në zyrën ovale. Jo, nuk është ai që po mendoni. Kur ai e shtyp, është një urdhër që dikush t'i sjellë një dietë kokë. Por kjo është larg nga e vetmja gjë e ëmbël në dispozicion. Presidentët shumë kohë përpara tij kishin një dobësi për ëmbëlsirat. Ai shumë sa ka një dyqan të dedikuar për çokoladë në rezidencë. Ka gjithashtu një kuzhinë ëmbëlsirash që jo vetëm përgatit ëmbëlsira presidenciale, por edhe ushqim për dinjitarët e huaj. Gjithçka në shtëpinë e bardhë ndihmon në funksionet qeveritare dhe ushqimi mund të jetë një pjesë etike e diplomacisë. Kur mbretërisha Elizabeta II erdhi në vitin 2007, stafi i ëmbëlsirave planifikoi 6 muaj më parë, dhe kjo ishte një vizitë nga kreu i shtetit të aleatit më të ngushtë të Amerikës.
Bazat ishin shumë më të larta 20 vjet më parë kur Gorbaçov erdhi në shtëpinë e bardhë më 8 dhjetor 1987 për të finalizuar traktin e forcave bërthamore me rreze të mesme. Si pjesë e shtytjes diplomatike, atëherë shefi i ëmbëlsirave të shtëpisë së bardhë, Roland Messier, i prezantoi Gorbaçovit një pjatë të frymëzuar nga Kremlini me akullore, mjalt vanilje dhe një parfaj çaj mbi një bazë çokolate. Marrëdhënia mes Reaganit dhe Gorbaçovit ishte e fortë dhe traktati zgjati deri në vitin 2019. Pra, ndoshta ka diçka për të thënë për fuqinë e një dhëmballe të ëmbël dhe infrastrukturës për të përmbushur kërkesën. Dyqanet e çokoladës dhe ëmbëlsirave nuk janë më të zëna gjatë rasteve shtetërore. Pjesa më intensive e punës është gjatë pashkëve, kur ato prodhojnë këto lepu gjigant çokolade. Në fakt, kuzhina e ëmbëlsirave dikur për një qytet të tërë të pashkëve, i kompletuar me një popullsi lepuq, zoqsh dhe dërkucësh. Mbi 400.000 njerëz morën pjesë në rrotullimin e vezëve të pashkëve në shtëpinë e bardhë, dhe fëmijët dhe nipërit e mbesat presidenciale nuk bëjnë përjashtim. Por ka një vend shumë privat ku familja e parë mund të tërhiqet si një streh përkohshme nga zhurma e jetës publike. William Howard Taft do të ngrinte vetullën nëse mund të dëgjonte se vendi që ai ndërtoi për herë të parë tani quhet Solarium. Nuk ishte ajër të kondicionuar kur ai ishte president dhe bënte nxehtë në verë në Washington. Ishte dikur një moçal në fund të fundit. Kështu ai pati një ide. Ndërtoi një kuvert që ai dhe familja e tij të mos kishin nevojë të flinin në brendësinë e zymt dhe të pakëndshme të shtëpisë së bardhë. Veranda e gjumit u zgjerua gjatë kohës së presidentit Kollgjë me në kërkesë të zonjës së parë Grace. Ajo shndroi atë në një strukturë të përhershme me mobilje, duke përfshirë një tavolinë shkrimi dhe një fotografi. Shpesh ka qenë një streqe atëherë. Nipërit e mbesat e FDR-s jetuan aty gjatë mandatit të tij të parë. Nipërit e mbesat e Eisenhowerit luanin aty gjithashtu. Por kjo është shtëpia e bardhë dhe madje dhe dhomat më qetësuese mund të bëhen ndonjëherë serioze shpejt. Nixon thirrri një takim familjar aty në vitin 1974 me lajmin se do të jepte dorëheqjen. Ai episod zbuloi kontraditën që ka qenë gjithmonë e ndërtuar në vetë shtëpinë e bardhë. Shtëpia e bardhë u imagjinua si rezidenca modeste por e rehatshme një kreu shteti të zgjedhur për një republikë të thjeshtë. Kjo është arsyeja pse James Hobbin nuk ndërtoi kalime sekrete në të fillimisht. Tradita vazhdon. Institucionet republikane duhet të jenë afër njerëzve, dhe kjo është arsyeja pse kaq shumë njerëz kalojnë nëpër shtëpinë e bardhë çdo vit, por vetëm në disa pjesë. Ka të tjera në këmbët e tyre, të cilat, për të mirën e tyre, shpresohet të mos kenë nevojë të përdoren kurrë.